Të dashur vëllezër, mos t'i shkon shejtnia e hutbes. E kisha fillu këtë hutbe me diçka, me një lajm që më ka bosh shumë përshtypje, edhe ai lajm ka qenë sebeb shkaktar me shtjellu këtë temë. Po për hir të hutbes edhe asoj që jemi në xhami, po du me fillu pikërisht një herë për fjalës Zotit të Madhnushëm. Kur Allahu i Madhnushëm flet për një popull i cili ka pas krizë identitare. Kur një popull ka problem me personalitet, me formim. Kur një popull ka problem me edukim. Dhe ky ajet, para se ta citoj, po don më na hap neve një shteg të madh. Pse muslimanët sot gjithçka kur të trajtojnë, e trajtojnë bën apo s'bën, a halal apo haram. Pse krejt këto festat e fundvitit edhe viti i ri u diskutu pe këtij diskursi, bën apo s'bën, halal apo haram. Unë ndëgjova hoxhallar që edhe këtu kanë pas dilemë. Do kanë thonë haram, do kanë thonë është halal. Mu nuk më pëlqeu as pyetja as përgjigje. Sepse duhet me pas fetart një çështje parasysh. Kur kjo fe, çështjen e parë nuk e ka halal e haram. Kur nuk është pika fillestare fesë tonë, bën apo s'bën. Pika fillestare fesë tonë është formimi i njeriut, edukimi i njeriut, bindja, ngritja e nivelit, mrapa me kallëzua është halal e haram. Po jo çështja e parë, jo diskutimi i parë. Tashi, unë po du me vërtetu me çata jetë. Allahu i Madhnushëm po fol për Bene Israel, bita e Jakupit, pasues Hazreti Musës. Tashi, Kurani këtu nuk po thot kanë bo halal as kanë bo haram. Kurani po thot ky popull ka problem, nuk e nin veten mirë që ka qit identitet caktuar, që ka qit fe. Ku ke pon në botë? Një njëri o musliman vesh njët ketë që o musliman. A keni një në alem dyja dikon, një njëri ka një identitet, është shqiptar, njët ketë që është shqiptar. Këtu nuk bëhet fjallë për këtu bëhet fjallë, këto du të me këthynë në klasë parë, kjo du të më formu. Kjo formu gabimisht. Këtu problem, para se mi kalzu, a haram me ku shqiptar, as haram. Kjo njëri ka problem formim. Që ta Bene Israel të dashur vëllezër, e kanë kalu detin, e kam po ka mytet faraoni, ka fundoset në deti, i ndalë ato në detit, me Hazreti Musën, ty i besu Allahut, i pështoj për i detit, kam të lakta për i detit, i pon krejt të shenja, u bindën se kjo bote ka një zot, a i zot e ka dërgu Hazreti Musën, nuk shkuni dhe një 5-600 metra, mas e kalun detin, e pon një popull ka adhuruj një idhull, një dru, një cung, e adhurojshin. Në qatë minut, ju pilqeja i idhuj. I thanë Musës, a po në bën edhe neve një zëtë si kur të këtyne. Allah. Unë e pecitoj, fetau ala qaumin yakufuna ala asnamin lahum. Qalu ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. O Musa, ata erdhen derisa u takun një popull, ata adhuronin idhuj, ju kthyn Musës dhe i thanë, o Musa, apo në bon edhe neve një zot që shpas kanë këta zot. Këtu nuk du të mu bo pyetja, a kanë bo shirk, a kanë bo kufër, a e ndalë për i besimi. Se Kurani nuk e ka trajtu kështu. A bon këta harama hoxha, bon me bo qështu asë bon. Nuk o qasja kjo. Kjo qasja full nryshe, ky popull, i cili 5 dakika i beso Zotit, e mrapa i beson edhe një Zotit tjerë, ky popull ka problem me formim. E thash më herët, një popull që i feston këtë festat e botës, nuk ka problem ma halal a haram, problema që kënoj ko i formun. Prandaj Kurani kështu e ka shtjellu krizën e një populli, edhe i ka bo thirrje edukatorëve, edhe profesorëve, edhe i nyres të popullit, ktheuni edukone këtë popull, ky popull ka problem me identitet, ky nuk një, ky ka qef me kon gjerman, shqiptar, angles, këtë për një herë. Ky ka qef me kon paradite musliman, gjysë ditë më bo kështer, ma vonë më bo ortodoks, më ketë na kësha më bo. O njerëz, nuk shkon kështu, du të me pas karakter, identitet, personalitet, du të mu formu, me quran, pak matron, ma pesh pak. A dini pse e qela që tem? Sepse lexova një lajm dje, një qytet në Gjermani, e kanë ndalu ndezjen e fishek zjarve, sepse në atë qytet ka shumë refugjat sirian, edhe krizmat e fishek zjarve mune me shqetësu refugjat.
këta njerëz që e kanë bo këto, as nuk janë musliman, as kur shën shku të hoxha mi thonë a halal a haram, këta njerëz edhe nëse s'janë musliman kanë vedije. Këta njerëz edhe nëse s'janë musliman janë të formun. Edhe unë e menoj, kjo do të mu bo pyetja sot. Bota nuk u dash me shtru pyetjen a bën me festu vitin e ri as bën me festu. Bota u dash me bu ndryshe pyetjen. Mos po i shqetësojnë fëmijët sirian me gjithë këta fishezjar se ata që ata fishezjat i kanë granata. Kështu dash me bu pyetjen një musliman dje. Jo me shku me vetë hoxhen, hoxh, a është halal a haram? Kjo pyetje olt është. Do të ndryshe me bu pyetjen. Hoxh, a u bëm hora ju? A kem çaq komoditet ekonomik edhe social me bo gjithë këto shpenzime kot? Kjo do të më bu, kjo është diskursi, kjo qasja që u dasht na që disa ditë me diskutu. Më vjen keq, s'jam as me ozhullar që e kanë diskutu halal e haram. Nuk jam i pajtimit. Sepse, kush e sheh fen halal e haram, a dini ku na ngjon? Ka thonë një mendimtar islam, kush e sheh islamin veç halal e haram është i bjen, shembulli, sikur me hi një qytet. E në atë qytet nuk ka kur gjë tjetër, stacion policis, ka burg, ka gjykata, ka kasane të ushtrisë. Kur del sheshit me ec, nuk takon tjetër, veç ushtar, polic, gjykat, avokat, prokuror. A jetohet në këtë qytet? A jetohet? Po qëta janë organet e renit? Qëta janë halal e haram? Jo, burra, në këtë qytet ka dhe shtëpi kulturës, këtë qytet ka qerdhe, në këtë qytet ka shkolla, këtë qytet ka xhamia, këtë qytet ka dhe kisha, këtë qytet ka shumë sene, ka shesh, ka kala, ka urt gurit, këtë qytet nuk ka veç gjykata. Kush e shef fen veç halal e haram, do më thonë, qështu feja, hin Kur'an, bismillah qel Kur'anin veç halal e haram. Jo, Kur'ani është maj gjonë sësa halal e haram. Kur'ani është maj madhë sësa halal dhe haram. Ka tjetër qasje Kurani. Për ata e thash, Hazreti Aisha ka thonë, sikur t'ju kishtë thonë Allahu Arabëve në fillim mos peni alkohol, se këshin lanë kur. Po jo, i ka eduku, i ka formu e mrape, ju ka thonë se është haram. Imaginali gjematin dërum, kjo puna që na po pysim hoxha bën as bën, kjo është sikur ai nxon, sikur shkon shkollë dhe interesojnë veç notat i interesojnë. Nuk i intereson që shkolla mu edukue, shkolla me mësue, shkolla mu formue, shkolla me kërku suksesin. Më falni, ka 5 dhe 5. 4 5 mund i merë, 4 nxonë se mund i me marë ka një 5. Tonë e kanë 5, po se cila 5 dëllon për i tjetërës. Kuptimin juridik, ato tonë janë 5, anë kuptimin e përmbajtës, jo, ka dëllim 5 për i 5, sigur nota me ditë. 2 vetë mund me folë namazin, në kuptimin e figurativ, janë krejt njëjtë, po njërit namaz, me tjetërin ka dëllim sa kodra qitë. Problemi është kur na pikëshyrim 5, më rëndësi veç me marë 5, jo, së më rëndësi me marë 5, o më rëndësi me marë përmbajtje, edukim, mësim edhe, avancim edhe ngritje. Pra nda ka thonë Allahu i mandushëm Kur'an, fattaqullaha mastata'tum, tutu një zotit sot mundeni. E kalon relative. Na këtu në gjami që jena tonë mundu më ju tutë zotit. A ju tutëm njëjtë? Jo, së është. Nuk i ka qitë kufi, ka dosh me lonë betej, ka dosh me lonë garë. Kurani thëtë, hua akrabu li takwa, kja është ma afer devotshmërisë. Dhe më thonë, devotshmëria ka botë, se cili po më i kam ju ofru, shkallë. Nuk pas ka Kurani veç bën edhe zbën, nuk ka Kurani veç, dhe më thonë, halal edhe haram. Kurani pas ka halal, po pas ka dhe fusha ku ka gara. Nuk bëhet pyetja a ka bo me blefish e gzjara s'ka bo, a ka bo qa ka të keqe më ullë me hangër e me pi një natë, qa ka problem kjo, pse është ti ndalu me këto. Nuk është këtu problemi, se ti mund çdo natë me hangër që shtu me pi. Problemi është pse ti nuk ki personalitet edhe formim tonin që diçka që s'është e jotja mos me marë. Po hoxha a haram me marë, nuk po diskutoj a haram me marë, veç po të thamë kështu po thamë thjesht, s'është e jotja bën mos me marë. Po hoxha, jo, nuk po du me thona halal haram, po du me formu qasi burrash, qasi muslimansh, aje që s'është e jonja nuk e marim. Ato që e thash ma heret, me i festu festat e të hujve e tjerave, nuk është tolerancë, është krizë. Me festu festën tane, me respektu tjetrit është tolerancë. Edhe fjalia e fundit, imagjinoni sikur Islami të shkon veç halal e haram.
A ish dallu tani Ebu Bekri prej një muslimanit sodit? Me çka dallon Ebu Bekri prej një muslimanit sodit? A veç bën e s'bën? Nëse Islami është bën edhe s'bën, halal edhe haram, atëherë Ebu Bekri është i barabartë me një musliman të sodit. Jo të dashur vëllezër, Islami është shumë më i madh se kjo. Për që ta, na kena nevojë në Kosovën tonë, diskursin fetar, kur ti trajtojnë atë temat, si kur kjo e djeshit, nuk do të me diskutu pej halal apo haram, do të me diskutu ky popull a është nivelin e duhun, a ka nevojë ky popull edhe pak me angrit nivelin, apo është në atë fazën e para luftës kur një shka u hi në autobus, kreta autobusi kanë folë serbisht. Më falni, nuk më në mbinë kush jënë tut, kam pasë me hinë qef. A është kriz kjo, apo s'është kriz? A du të dikush më merë me këtë popull kur një anglez hinë në autobus edhe këtë qeveria folin anglisht? A o kriz kjo, aso kriz? Mos më thuj dikush, hoxha o haram e folë serbisht, se s'është pun halal e harami kjo. As anglisht nuk o pun halal e harami, kjo është sa jem na fanatik në ato që e posedojmë, sa jem na krenar me ato që e posedojmë, kjo është të lasha dhe këtu du të më diskutu. Pra da dhe është zoti që herave tjera, ta ngritëm diskursin këtë nivel. Mos diskutojmë a bën as bën, diskutojmë ky popull a ka kriz për faktin se nuk kalon ideologji në botë për a ka për qafe. A është kriz se feja shqiptarit është shqiptaria? A paraqet kjo fjali kriz për shqiptarët, që në fund ditës thot muslimanet rend, thot krishterët rend, a kriz kjo? Kur i njeri deklarohet diçka po e ka vetë sa për kamuflim. Për ata e lut Zotin që bashk na ton, unë dhe ju dhe krejt ky vend, inshallah vetëdijsohemi e ngrisim nivelin, edhe vina nivelin kur thojna kështu, nuk e kena situatën gjithë këtë luks me bo, si vjet po i shkurtojna shpenzimet. Kur të vina këtë nivel, menoj që atëherë jena fetar të mirë.